Ja, pa dyshim. Që kemi qartë. Pa dyshim. Se nuk ishte takat Fatmir Mediu ta bënte vetë atë mega biznes atje, të përzinte nga biznesit të tjerë, të hynte në marrëdhënie me kriminal, e me trafikant ndërkombëtar armësh, për të ngritur atë atje. Nuk e kishte ai. Thjesht vetëm Fatmir Mediu është pjesa e atij zinxhiri që ngriti Gërdecën. Dhe nëse un kam një vretje, po e kam vretjen, ajo çështje nuk është hetuar në themel. Në tërsinë e saj nuk ka qenë hetim gjithëpërfshirës dhe nuk ka mbajtur përgjegjës të tjerë njerëz që janë realisht përgjegjës, po aq sa ky tjetri. Dakor? Pra, këto janë të themi fushpamja ime në atë raport. Ama a duhet t'i japim kohë drejtësisë që gjej provat e mjaftueshme për gjithë ta? Po. E di çfarë nuk falon? Kjo organ e drejtësisë së re? Mungesën e vullnetit për të hetuar pikërisht këto çështje. Prit, mungesën e vullnetit për ta bërë hetimin gjithëpërfshirës. Jo se do Erion Braça, po se faktet ulë rasin. Janë mbi 10 dokumentare të bëra në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaj, që materializojnë prova shumë të rëndësishme. I fundit fare ka qenë një Al Jazeerës për Gërdecën. Ka prova të tabulate, fakse, komunikime, çdo gjë që përfshin shumë më tepër njerëz se sa ata që janë mbajtur. Ulurin të vdekurit e Gërdecës nga varri. Ulurin të vdekurit e Gërdecës nga varri. Mungesën e vullnetit. Po kur ka mungesë vullneti, ka pa drejt. Mungesën e vullnetit për t'i hetuar e për të bërë një hetim gjithëpërfshirës për këtë çështje mos e pra. Po kanë ndodhur gjëra më të rënda se kaq. Po mirë, si nuk i vajtin mendje një prokurori, edhe këtyre prokurorëve të drejtësisë së re, ta marrë ta hetojë në thelb Bulqizën. Po. Ta hetojnë në thelb Bulqizën, duke filluar nga aktet e privatizimit, e të dizintegrimit të një miniere, e kthimit në vrima të një industrie në vrima, që ndahen për 2 për njërin, 3 për tjetrin, 4 për njërin, 4 për tjetrin, dhe mënyrën se si është shfrytzuar ajo pasuri kombëtare atje, që ka pasur jo vetëm punëtor të vrarë, po edhe pronar të vrarë, për shkak të interesave të mëdha që kryqëzohen në prerje të tuneleve të mineralit, pikërisht atje në Bulqizë. Po si su morë njeri me atë privatizimin e Armos, që ka marrë jetë njerëzish. Sa na dalin shumë. Ka marrë jetë njerëzish. Po si su morë se është konsumuar këtu në Hotel Rogner, si su morë njeri, e spati kura njeri, i kam denoncuar unë vetë, i kam quar unë prokurori, kur ishte Adriatik Lalla, prokurori përgjithshëm atje, që dosje që është sot në kërkim. Dosje që delegohen atje, ku në kërkim, ai që publikisht ke takimi këtij. Që kërkim, një njeri që del publikisht është kërkim. Po them, si su morë njeri me privatizimin e dështuar të Alpetrolit, është konsumuar këtu. Po si su morë njeri me privatizimin e tmerrshëm të 4 hidrocentraleve që ishin kuror, legjitime, shumë interesante, edhe kontributive në gjithë sistemin ton elektroenergjetik. E di përsa janë shitur 2 bistritat dhe 2 ulëzat, për vlerën e TVSH-s që ne si kishim rimbursuar, ne si shtet, nuk i kishim rimbursuar kurumit. Kupton se si janë shitur. Tani ju jeni kontradiktor, sepse ju keni të drejtë për gjithë sa që thoni, po në anën tjetër thu jo spaku. Po duhet të bëjmë pra, nuk ka vullnet, ka një gjë që e pengon se shumë i vullnetshëm, po mirë për pozitën është shumë i vullnetshëm, dhe ke 60 zyrtar të pozitës arrestuar sot kryetar bashkimi. Dhe shumë mirë kanë bërë. Po në anën tjetër, këto krime, këto të vdekur që u lërasin nga varri, këto lejohen të pinë kafe në Rogner, të dalin edhe donë të marrin pushtetin. Ky pra është problemi. Ma tha dhe dikush gjatë fushatës elektorale, si ka mundësi që zjatën pa fund gjyqet. Tani, ai gjyqi që zjatët, nga njëra anë është edhe shpenzime, që i faturon buxheti i shtetit, angazhon prokuror, angazhon gjyqtar, angazhon avokat, po shfrytëzon ambiente, harxhohet thjesht dhe vetëm energji elektrike. Në fund fare, po ta marrim kaq banalisht, po angazhojnë forcat policisë, si sjellin të akuzuarit e tjerë shoqëror të akuzuar, ka kosto, edhe nga pikpamja ekonomike. Ndërkohë që mbi të gjitha ka kosto të madhe besimi. Gjykata e krimit të organizuar, e kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, po hum fort apo po merr kosto të madhe në historinë e zvarritjes proceseve gjyqësore, sa i takon besimit qytetarëve tek ai institucion. Arrum pronat, po me pronat është masakra me pronat. Tek ai institucion, po bjerret besimi.
Po bjerët besimi, dhe ky është një problem shumë i madh që duhet ta alarmoj të gjitha ato institucione që kushtetuta ngarkon me mbikëqyrjen, me kontrollin dhe natyrisht me vënien e eficiencë të organeve drejtësisë. Çfarë për drejtësia kur ne e dim që dokumenti nga Venecia ka ardhur për klubin Partizani. Domethënë, vazhdon zvarritet gjyqi. Tirana që ajo pron ka qenë ble nga Italia dhe ajo i takon të shtetit mrapa, pronarët janë pagu. Këta kanë falsifikuar dokumentat. Dokumenti ka ardhur nga Venecia, nuk e falsifikon dot. Përse zgjatet ky gjyq? Përse nuk i merret sekuestrohet gjithë pasuria këtyre njerëzve se nuk mund të qisin njerëz që kanë shit. Don ku është? Përse duhet të kemë besim unë? Përse duhet të kemë besim? Po flasin pra për fakte, për të vdekur që u lurasin, për vjedhje të hapura, se kush i kujton më sa kanë bë. Mirë, dakord, okay, i kuptoj të gjitha. Por ajo është një çështje që është nën gjykim.